Grupi i këshilltarëve bashkiak të opozitës në Bashkinë e Tiranës i ka dërguar një letër strukturave të Komisionit Evropian ku i bëjnë me dije uzurpimin e bashkisë nga kryeministri Rama pas arrestimit të kryebashkiakut Erion Veliaj. Sipas këshilltarëve të opozitës, zëvendësimi i kreut të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj nga nënkryetaria Anuel Aristani është bërë me metoda autoritariste dhe të paligjshme. Pas vendimit të gjykatës për arrestimin e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, kemi vërejtur një ndërhyrje të paprecedent dhe të paligjshme nga ana e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në punët administrative dhe vendimarrjen e Bashkisë Tiranë, në vend që Këshilli Bashkiak dhe institucionet e qeverisjes vendore të ushtrojnë funksionet e tyre në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin. Bashkia është vënë në kontrollin e drejtpërdrejtë të ekzekutivit qendror, thuhet ndër të tjera në letrën e këshilltarëve opozitar dërguar Komisionit Evropian. Prej ditësh tashmë, banorët e fshatit Rjoll protestojnë, por sot ata e zhvendosën protestën e tyre para prokurorisë së posaçme, aty ku dorëzuan edhe një kallëzim kundër oligarkut Bashkim Ulaj, të cilin e akuzojnë se po u grabit pronat. Banorët e fshatit Rjoll të Velipojës kundërshtojnë ndërtimin e resortit luksoz të oligarkut Bashkim Ulaj në bashkëpunim me kreun e Partisë së Lirisë në Malësi të Madhe, Fatmir Shpellzaj. 60 familje kërkojnë daljen e punimeve dhe i bëjnë thirrje drejtësisë të ndërhyjë për të vendosur të drejtën që u takon me ligj. Ky fshat turistik me vila e hotele luksoze do të ndërtohet në kufirin mes Ranës së Hedhun dhe zonës Baks Rjoll në Shkodër dhe ka një sipërfaqe prej 147.2 hektarësh. Po ashtu, oligarku Bashkim Ulaj me kompaninë e tij Gener 2 ka marrë me koncesione dhe segmentin Thuman Milot, aks me pagesë dhe tarifën e vjel kompania e oligarkut Bashkim Ulaj. Banorët e fshatit Rjoll sot para spakut me slotësh paralajmëruan se do i thonë fëmijëve të largohen nga vendi nëse do të finalizohet grabitja e pronave të tyre. Kryeministri Edi Rama vazhdon propagandën e përditshme elektorale. Mirë po fotolloku i tij kap majat. Rama thot se fitoren e kanë të garantuar dhe nuk ka nevojë as të bëjnë premtime. A thua kanë shkëlqyer në qeverisje për 12 vite. Rama ishte sot në një takim në Elbasan ku diskutua për transformimin e parkut metalurgjik. Mirë po një nga të pranishmit i përmendi premtimet elektorale dhe në përgjigje, Rama tha se këto të fundit i bëjnë ata që e dinë se do të humbasin zgjedhjet, duke nënkuptuar opozitën dhe Sali Berishën. Unë e kërkova këtë takim sepse thash që do të shkojmë për master planin, por thash mirë është të takojmë edhe ata. Premtime elektorale bëjnë ata që duan të fitojnë zgjedhjet. Ne I kemi të garantuara zgjedhjet, I tha Rama qytetarit. Në fakt, tu ka pjesërisht të drejtë nëse analizojmë thellë, pasi premtimet e bujshme që po bën Sali Berisha për një Shqipëri madhështore janë aq të mëdha sa janë të parealizueshme dhe zakonisht premtimet parealizueshme bëjnë ata që e kanë të sigurt humbjen në zgjedhje. Për këtë pjesë, Babloku ka të drejtë, ama për pjesën e garancisë për fitore në zgjedhje dhe të panevojës për të bërë premtime, për këtë flet bilanci 12 viteve të qeverisë së tij. Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi sot logon e fushatës 11 majit. Krahas logos së Partisë Demokratike dhe inicialeve të koalicionit për Shqipërinë madhështore, ishte edhe numri 1. Berisha tha se të jesh njësh është privilegj dhe një detyrë të qëndrosh në lartësi. Duke e vazhduar premtimet e tij të bujshme, Berisha solli në vëmendje faktin se Shqipëria është larguar nga Bashkimi Evropian për shkak të keqçeverisjes së korruptuar të Edi Ramës, ndaj dhe ai e vuri fokusin sot tek programi I tij Made in Albania, rritja e shpejtë e prodhimit të vendit, si rruga e vetme drejt Europës. Duke vazhduar tregimin e prallave me mbret për 11 majin, me demek të rotacionit pushtetit, Berisha tha sot se Shqipëria madhështore do të jetë një vend ku do të sundoj ligji dhe do të garantohen të drejtat dhe liritë e qytetarëve. Me vete në konferencën për shtyp ditën e sotme, Berisha kishte marrë edhe bufin e Edi Ramës. Ky është një simbol I mençurisë dhe vendimit, thot ai, ndaj dhe e quan nder nga ana e Edi Ramës. Sipas Berishës, ignoranca e kryeministrit nuk është argument. Kjo nuk mund të them që është një dhuratë për Edi Ramën, sepse ky është një simbol I mençurisë, I diturisë dhe I vendimit, jo në shekuj, por në mijë vjeçar, dhe vendosa ta sjell para publikut shqiptar se çfarë varfrie dhe shkretie kulturore ka njeriu që e citon, që e quan Sali Berishën me emrin e simbolit më të arrirë të dijes, mençurisë. Edi Rama mendon se mund të më thyej mua duke më quajtur buf. Ignoranca nuk është argument, përfundon Berisha. Për herë të parë një president slovak shkel në Shqipëri. Presidenti I Republikës Slovake Petër Pellegrini u prit sot me ceremoni zyrtare nga homologu I tij shqiptar Bajram Begaj. Pas takimit kok më kok, dy presidentët mbajtën edhe një konferencë të përbashkët për shtyp. Pellegrini deklaroi se Slovakia do të jetë një aleate dhe mbështetëse e fortë e Shqipërisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Shqipëria ka bërë një progres të jashtëzakonshëm, ka realizuar reforma dhe ka përmirësuar shumë gjëra. Ky angazhim për Shqipërinë është një angazhim për popullin shqiptar dhe ne besojmë se është koha e dur që ta realizojmë këtë premtim, thot Pellegrini. Presidenti slovak
Theksoi ndër të tjera se Slovakia është e gatshme të ofrojë mbështetje të mëtejshme për Shqipërinë dhe të ndihmojë në përmbushjen e kushteve për anëtarësim. Republika e Slovakisë do të jetë një aleate dhe avokate e fortë e Shqipërisë në procesin e aderimit. Megjithëse si kryeministër në 2018 unë isha shumë kritik duke komentuar vonesat për procesin e zgjerimit të BE-s. Duhet ta pranojmë që Shqipëria ka bërë progres në rrugën e saj drejt BE-s. Vlerësojmë progresin e madh që keni bërë me reformat, duke përmirësuar shumë çka. Angazhimin për Shqipërinë që një ditë do të jetë anëtare e BE-s ne nuk ja kemi dhënë presidentit apo kryeministrit, por popullit të Shqipërisë. Do të ishte koha e duhur ta realizonim këtë premtim sepse vendet e Ballkanit Perëndimor meritojnë të jenë kandidatë të denj për në BE. Ka çështje që duhet përmbushen para se Shqipëria të kalojë reformat, por ky është një standard, thot ai. Presidenti slovak jep edhe një afat të parafort se kur mund të ndodhë anëtarësimi i plotë i Shqipërisë në BE, viti 2030. Nga ana e tij, presidenti Bajram Begaj i shprehu mirënjohjen homologut slovak për mbështetjen e vazhdueshme të vendit të tij karshi Shqipërisë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Sipas gjykatës së Tiranës, më 13 shkurt 2025 janë divorcuar Blendi Klosi dhe bashkëshortja Nora Gega duke përdorur si shkak përfshirjen e Klosit në Bixhoz. Shkaku i ndarjes për Gjoja Bixhozin është përdorur si alibi nga të dy sepse Blendi Klosi ka 12 vite që luan intensivisht Bixhoz nëpër kazino me milionat që japin biznesmenët, kontrabandistët dhe trafikantët dhe me lista borxhesh, ndërsa nga financat e familjes nuk ka prekur asnjë qendark. Divorci paqësor me akt notariale duke shkuar dorë për dorë para gjyqtarit Artan Çupi thuhet se është skenari i çiftit për të shpëtuar pasuritë nga sekuestro në rast të ndonjë hetimi të përfolur për aferat që ka firmosur ish-ministri Blendi Klosi, nëpërmjet të cilave ka fituar pasuri të shumta. Një nga provat që po heton SPAK është vendimi numër 54 datë 27 nëntor 2018 për lejen mjedisore false të inceneratorit të Tiranës, pas të cilës Blendi Klosi si me shkop magjik ka marrë një vilë në kompleksin Green Coast në Palas dhe një vilë 368 m2 te Park Gate në Tiranë. Këto dy pasuri Blendi Klosi i ka fshehur në emrin e komentatorit Dritan Shako Hoxha, por ka fshehur shumë pasuri të tjera në emrin e kunatit Erdit Ndue Gega, vëllai i bashkëshortes Nora Gega, i cili zotron biznese dhe pasuri të vëna pas përfshirjes së kunatit në qeverinë Rilindja. Pas emërimit ministër të Blendi Klosit, kunati Erdit Gega ka hapur biznese me vlerë miliona euro, si Roxy Bar Evente me 22 nëntor 2016, Planet Bar me 23 janar 2018 dhe Whisky Bar Event me 28 janar 2022 në zonën e ish bllokut në Tiranë. Thuhet se këto janë të Blendi Klosit, por edhe nëse janë të kunatit të tjerë Erdit Gega, SPAK duhet hetoj se ku i gjeti 1.3 milion euro vetëm për blerjen dhe kthimin në biznes hotel, bar, restorant dhe ambient argëtimi whisky at Green Coast e kompleksi Green Coast në Palas. Pas shumë dështimeve, kryeministra italiane Giorgia Meloni vazhdon të luajë me miliona euro të italianëve. E kemi fjalën për një tjetër vendimarrje për kampin e refugjatëve në Gjadër. Qeveria italiane ka vendosur të përdorë qendrën e Gjadërit në Shqipëri për ndalimin administrativ të emigrantëve të paligjshëm në pritje të dëbimit. Ky është parimi mbi të cilin bazohet vendimi i ri i qeverisë Meloni për të përdorur menjëherë qendrat e pritjes në Shqipëri, të cilat prej muajsh kanë mbetur bosh. Qeveria italiane ka miratuar gjithashtu një mas për kufizimin e dhënies së shtetësisë përmes së drejtës së gjakut, e cila tani do të zbatohet vetëm për 2 breza. Po ashtu është miratuar edhe një mbrojtje ligjore për forcat e rendit përfshira në hetime për përdorimin e armëve në detyrë. Nuk bëhet fjalë për një imunitet penal siç ishte propozuar më parë, por për një procedurë të shpejtë arkivimi të rasteve dhe mbulimin e shpenzimeve ligjore nga shteti, pa pezullim nga detyra apo pasoja në karrierë. Kjo ishte një kërkesë e sindikatave të policisë. Dekreti është i nevojshëm për të modifikuar ligjin e miratimit të protokollit Itali-Shqipëri. Faktet e tjera që ka zbuluar pamfleti vërtetojnë se daja i grupeve kriminale Ermal Olnuzi, që nga përzgjedhur dhe emëruar drejtori i Gardës së Republikës për të realizuar krime ekonomike në favor të bablokut dhe oligarkëve të tij ndërtues kullash. Në informacionin që disponojmë, thuhet se para 4 muajsh ministri i Brendshëm Ervin Hoxha ka krijuar një grup pune me juristë specialist për të hequr Gardës sipërfaqen e tokës ku është qendra stërvitore në mes të zonës së mbrojtur të pyllit të liçeni artificial i Tiranës. Pas 4 muajve gjoja studim, ky grup pune ka bërgati dokumentet për të hequr nga inventarja e përdorimi 20.000 m2 tokë ku është qendra stërvitore e Gardës, si sipërfaqe që Agjencia e Zhvillimit të Territorit e drejtuar nga Edi Rama e ka piketuar si zonë zhvillimi me ndërtime. Kërkesa për transferimin dhe përdorimin e sipërfaqes së qendrës stërvitore të Gardës për kulla është firmosur nga drejtori i Gardës Ermal Onuzi në muajin tetor 2024, vetëm një muaj pasi babloku e emëroi në këtë detyrë duke ndryshuar ligjin ENKAS për të. Prokuroria e posaçme bastis apartamentin e 2 motrave Nikolli në Elbasan, i cili ka qenë shënjestër e shpërthimit me tritol në vitin 2024, ku mbeti viktim fqinji i pafajshëm, 26 vjeçari Enea Themollari. Prokuroria e posaçme ushtroi kontroll në banesën e motrave Giovanna dhe Alda Nikolli në Elbasan, pasi këto të fundit aso kohe akuzuan direkt të penduarin e drejtësisë Nureddin Dumani si autorin e ngjarjes. Aso kohë Alda Nikolli deklaroi në media se kishte lidhje me Dumanin prej disa kohësh, duke treguar edhe komunikimet e vazhdueshme në platformat online nga qelia e burgut. Giovanna dhe Alda Nikolli
Kishin 2 muaj që banonin në Elbasan në apartamentin ku ndodhi shpërthimi në korridorin e katit të 4 të pallatit në lagjen Haxhias në gusht të 2024-s. Nureddin Dumani njihet si rivali i partnerit të Giovanna Nikollit, Amarildo Nikolli. Dosja e shpërthimit me tritol po hetohet nga SPAK së bashku me dosjen e Nureddin Dumanit, pasi motrat Nikolli akuzuan direkt penduarin e drejtësisë se fshihet pas kësaj ngjarje. Prokuroria e Fierit ka përfunduar hetimet për vrasjen e efektivit të forcave speciale Shqiponja në Vruz Cenalia, ngjarje e ndodhur më 13 maj 2024 në Baltës të Fierit. Dosja ndaj të pandeurit Azgan Mërnica është dërguar për gjykim në gjykatën e Fierit. Ai akuzohet për veprat penale, vrasje e punonjësve të policisë së shtetit, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe i municionit, si edhe drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt. Sipas hetimeve të deri tanishme është provuar se Azgan Mërnica ka qelluar për vdekje me armëzjarri efektivin e policisë, i cili në momentin e ngjarjes mbante veshur uniformën e forcave speciale Shqiponja, duke e bërë të dallueshme detyrën e tij. E gjitha ka ndodhur për motive banale, vetëm sepse efektivi i policisë tërhoqi vërejtjen për shpejtësinë tej normave të lejuara, gjë që e çoi autorin të ndërmerrte aktin ekstrem. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar një sasi të madhe mishi pule importuar nga Brazili, e cila ka rezultuar me prani të salmonelës. Pas analizave të monstrave të produktit të pulës, fileto e ngrirë, importuar nga Brazili, rezultoi pozitiv për praninë e bakterit salmonel. Përpasoj ka ndërhyrë menjëherë autoriteti kombëtar i ushqimit. AKU njofton se është inspektuar subjekti importues për ndjekjen e gjurmueshmërisë, i cili është referuar në organet e prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme procedurale për sa i përket elementëve të veprës penale për mos respektim të kritereve të gjurmueshmërisë dhe dhënie të informacionit të pasakt. AKU siguron publikun se situata është në ndjekje të vazhdueshme dhe se çdo veprim është ndërmarrë në funksion të transparencës, sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve. Rikthehen tensionet mes Greqisë dhe Turqisë. Kjo e fundit kërkon llogari për provokimin e ushtarëve grek, të cilët e cilësuan Kipron si Greqi gjatë paradave në përkujtim të ditës kombëtare të Greqisë. Në këtë ditë disa kadet brohoritën slogane të tilla si Kipro është greke, së bashku me komente të tjera fyese që shkonin direkt ndaj Turqisë. Ky incident u konsiderua si një përpjekje papranueshme për të minuar marrëdhëniet turko-greke. Turqia thotë se ushtria ka rregulla të shkruara dhe të pashkruara, dhe ajo që ndodhi në Greqi nuk duhet të ndodhte. Si kundërpërgjigje, Ministria greke e mbrojtjes, nëpërmjet komandës së forcave detare, nisi hetimin disiplinor për incidentin në fjalë. Nga ana tjetër, partia kryesore e opozitës në Greqi, koalicioni i së majtës radikale Siriza, denoncoi këto slogane si të papranueshme dhe bëri thirrje për një hetim të plot mbi këtë çështje serioze. Kryeministrja italiane Giorgia Meloni është e vetmja që i del në krah administratës së Donald Trump në mbrojtje të skandalit që plasi pak ditë më parë, ku zëvendës presidenti J.D. Vance nuk kursehej ndaj kritikave, akuzave dhe urrëties së madhe ndaj Bashkimit Evropian. Në radhë parë, Giorgia Meloni thotë se hedh poshtë idenë absurde se Italia do duhet të zgjedhë mes SBA-ve dhe Europës. Sipas saj, kjo është një sjellje fëminore dhe sipërfaqësore. Në një intervistë për Financial Times, kryeministra italiane thekson se është në interesin e të gjithëve për të kapërcyer tendosjet në marrëdhëniet transatlantike. Reagimet e deri tanishme të liderëve europian ndaj presidentit amerikan Donald Trump për Melonin janë më pak se politike. Meloni thotë se nuk e sheh presidentin amerikan si kundërshtar, sikurse bëjnë kolegët e saj në Europë. Unë jam konservatore, Trump është një lider republikan. Sigurisht që jam më afër tij se sa me shumë të tjerë, por e kuptoj një lider që mbron interesat e tij kombëtare, sepse edhe unë mbroj të mijat, thotë Meloni. Kjo e fundit deklaron se shumë ankesa të shtëpisë së bardhë për praktikat tregtare të Europës dhe shpenzimet e mbrojtjes thjesht u bën jehon administratave të mëparshme amerikane. Proteksionizmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po promovon së fundmi Donald Trump, Giorgia Meloni e sheh si të trashëguar nga paraardhësi Joe Biden. Sipas kryeministres italiane, e rëndësishme është shmangja e një përçarje transatlantike, ndërsa thekson vizionin e saj për garancitë e sigurisë për Ukrainën dhe për një përgjigje jo konfrontuesve ndaj ofensivës tarifore të Donald Trump. Sa i takon qëndrimeve të zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance për Europën në konferencën e sigurisë në Munich, Meloni thotë se është dakord me të. Këtë e them prej vitesh, Europa është pak e humbur. Kritika e Trump ndaj Europës nuk ishte për qëllim popullin e saj, por klasën e saj sunduese dhe idenë se në vend që të lexoni realitetin dhe të gjeni mënyra për t'ju dhënë përgjigje njerëzve, ju mund t'i impononi ideologjinë tuaj njerëzve, shtoi ajo. Giorgia Meloni, kryeministra italiane, u ofrua edhe si ndërmjetëse e paqes mes SBA-ve dhe Europës në vazhdim nëse do të jetë e nevojshme. Belgjika është rënditur nga një rast i paprecedent. 41 femra janë abuzuar seksualisht dhe janë përdhunuar pasi konsumonin pijet e përziera me drogë. 3 menaxherë lokalesh në qytetin belg të Kortrijk
janë identifikuar si të dyshuarit kryesor. Ata i ofronin pije me drog femrave dhe këto të fundit zgjoheshin ditën tjetër në vende të panjohura pasi ishin abuzuar seksualisht. Sipas hetuesve, 3 menaxher ishin bashkëpunëtor dhe hartues të planit të përbashkët. Për rastin janë vënë pranga 5 persona. Të gjithë dyshohen për përdhunim, sulm seksual dhe dhënie të palishme të substancave të dëmshme. Autoritetet dyshojnë se pijet e vajzave përzihen me drog duke përfshirë ketaminën, një anestezik i përgjithshëm i përdorur për qëllime mjekësore pasi jep efekte halucinogjene. 41 viktima tashmë janë identifikuar për periudhën mes dhjetorit 2021 dhe dhjetorit 2024, ndërsa hetimi vazhdon për identifikimin e të tjerëve. Një tërmet me magnitudë 7.7 të shkallës Richter ka shkatruar Myanmarin. Lëkundjet e forta janë ndjerë edhe në Bangkok, kryeqytetin e Tajlandës. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale po bëjnë xhiron e botës. Autoritetet amerikane flasin deri më tani për mijëra viktima që gjenden në rronojat e pallateve të shembura, me 10 ndërtesa të përfunduara, por edhe në proces. Një qellgërviçse, një xhami e me qindra banesa janë shkatruar nga lëkundjet e fuqishme. Ekipet e kërkim shpëtimit vazhdojnë kërkimet në rronoja, ku edhe pse bilanci paraprak flet për 10 viktima e qindrat plagosur, shifrat mendohet të shkojnë me mira. Autoritetet lokale, si në Myanmar, po ashtu edhe në Bangkok, bëjnë thirrje për ndihmë ndërkombëtare. Pas kësaj thirrje ka reaguar menjëherë Bashkimi Evropian. Nëpërmjet presidentes Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, Bashkimi Evropian është i gatshëm të ofrojë mbështetje për Myanmarin. Ne jemi të gatshëm të ofrojmë më shumë mbështetje. Ne qëndrojmë me ju në solidaritet të plot, shprehet von der Leyen, me 10 reagime solidariteti dhe ndihme konkrete kanë ardhur nga të 4 anët e botës për Myanmarin.